Më thanë, unë du një gjë, thotë, unë du një gjatë sigurt, s'du gjatë që edhe ashtë e re, ashtë ka du me baj familje të vete, është puna të shumë, s'po thamë, më duket edhe, a kuptoni, nga të folë për 2 javë një ori, si nga të folë për 3, falë. Se ashtë edhe ajo pjesë, a kuptoni edhe ja thash me ramë, në fundit, me tanë që dush ti që këto koha është, më thanë, në ryshe, amplifikume, tjera, po mundu me da me në film me të thonë, po jam i sigur 100% me kupton, me drejt, thamon. Pra, i thash, më thonë, ta jetojmë ditë mas ditët, edhe qofim, më thonë, që të vazhdojnë kjo gjaja natyrshe, me fiziologjike, organike, si që ka kanë prej ditës parë, deri mësot, kupton? Kurse, thotë, nuk jam për ditë, thotë... Dujnë gjëstavën? Unë du o kënej o anaj. O kënej o anaj, thotë, o po o jo. Unë jam si kështu të me thonë jo, të rej, me thonë po, të rej, në sensin që kam nevoj për kohë, kupton? Për tonë të arsy që po thamë. Jo, kështu, më thonë, për do arsyt të vlefshme. Nuk du me ba gjëna të forcu, nuk du me forcu kur gjabë, për mu s'ka sens me forcu një relacion të mërën, është marrej. Sidomos me 2 persona si që mund t'jena, se jena shumë të ngjashëm, dhe më thonë, unë me Vanesën. Edhe nuk... Në lise, reshe dali qërtet si kële bërë. Jo, shqip. Ajo do qërtet se gjërat e të... Sigurim. Po nga nga tjetër, duhet ta kuptosh edhe atë që ajo mendon që unë po lëm diçka mbrapa që për mua vlen, jo vetëm më dëgjosh. Po të më, okej. Se unë duhet ta shoh nga perspektiva e saj, duke qenë se ti e ke perspektivën tënde. Kam edhe perspektivën e saj. Pra ne e fillove, besoj nëse kuptova, unë po la diqa jashtë. Jo. Është një hapi ma. Po sakrifikon ma shumë se ti. Po. Jo, pra Po edhe për veten e vetë. Më kupton? Pra, përsa ko është përfshirë emocionalisht, unë e kam 1.000.000% të sigur që në një pëlqim këtu brënda, që amplifikohet jashtë dhe egzagerohet pa tjetër, e humbur nëse diçka nuk shkon mirë është më shumë gosa se sa çune. Dhe ajo këtë gjë thot, unë nuk e dua këtë gjë se nuk kam ardhur për të humbur diçka që s'është fare në qëllimet e mia. Ku çalan puna, Indri? Për çaj e shqetësum? Sepse unë për që jam i shqetësum. Se du që mos me pas asë një loj, pra pas du me lëndu kërkan, du me vra kërkan emocionalisht, as du me vra vedin emocionalisht, se s'ka mos du me vra vedin as kërkan emocionalisht. Ku është problemi? Ha? Qa ke? Se qofë këshu se në mendime? Dhe jam pra në mendime, sepse pra, dhe unë është një pëlqim, është një pëlqim, më falë, se ti ule më vonë. Thjesht, resume dhe më thanë, është një pëlqim i përbashkë, kjo s'diskutohet, që ka fillu qysh ditën e parë e vazhdojnë. Aja ka pas dikën tjetër, pa ka një në arsyt ma të rëndësishme që mu për të parin, pa allete, normalisht parin, mu dytin, po thëmë, kanë bloku për me vazhdu ma tej. Aja ka zgjidhë me sa duket. E ka lutë këtë gjo, po tjetra, tila është? Tjetra është gjaja jeme që unë nuk du me konkretizu një diçka në momentin kur nuk jam i sigur që kjo gjatë jetë... Po, asaja nuk dëmë. Asaja nuk dëmë. Po, nuk dëmë. Asaja nuk dëmë. Po, edhe vetëmja solucion... Do. Qa s'dënë me? Me konkretizu këtu? Jo, me ja dënë me konkretizu këtu, për du me kene sigurt që tjeti gjatë që vazhdojnë... Unë ba thonë që dje fola me ta, dhe me nuk dënë me konkretizu, ose ba kurisen. Jo, ashtë është mua bet tjetër. Që konkretizu, që e ke fjarin prasë, më është të përflasin dy gjutë... Me shpalë, thonë ani, me thonë që jena bashkë, jena me njëri tjetërin. Dhe unë kështu e di me thënë drejtën, se di që keni folë. Di që kena folë, pa. Ja, mu më ka thonë që mërën nuk dënë me ba kurisen. E keni pëlqimin, mund të amani për jashtë. Por ajo, me sa po kuptojnë që po thua ti, thotë që unë këtu... Edhe ti nuk je gati me jadhanë në sigurin, thu. Normal që jo. Po. Keme sigur, ala,
Kam nevojë për kohë, se kam edhe problemet e mia personale, që ka të 2 vjetë që nuk dua asnjë lloj relacionit. Kam bu vetëm, domethënë. Domethënë ti do na kanë vetëm për momentin. Të djali jem, po. E pse e ofrove? Se më pëlqej me jol. Edhe? Të pëlqej çatash? Pëlqej kur vjen puna me konkretizu, ja, nësë jam gati. Po. Po. Po, Ola. Po, po e thojmë po. Se kjo s'pun pëlqen që këtoni. Ja, se jam vajzë vetë për ata. Edhe e di shumë mirë si ndjesi. Nejse, ja, po të paktën mos ta thot me zot nalt. Ta menojnë me vete, mos ta thuj me zot. Ashtu Ola, Për mu po. Ndëgjo, ai po thot diçka Për ty tha tjetër. një gjatë duon me nënën e duon në momentin e duon. No, Nëse ai po e bën të Ti? këtë diskutimin unë nuk preka, se s'preke? dhimet. Dhimet. A dhimet, Po. se Vanessa viktima jam. Jo, nuk ka viktë, mos e trajto si t'ilë, këtë po them. S'jam të trajtu Nëse si s'jeni t'ilë. gati, nuk e nevoj me bo big deal. S'jeni gati, po Ti e u bëjmë ule bisedën vetë, ma me jam të mua. bo bizet me te, ti thaj du me ditë. Ku e ke hallin? A ashtë të brava. E kuptove vetë. Dëgjo, unë të kuptoj dhe ty për çfarë po thua, po kuptoj dhe Vanesën. Vanesa po thot, me sa po kuptoj unë, që mua më pëlqen ti, kam shumë simpati për ty, por unë nuk mund të krijoj diçka këtu brenda nëse nuk është e sigurt. Nga ana tjetër, Absolutisht, asun jam dakord me ta. Po mundohem të përkthej këtë gjë që mos të keq kuptohet. Nga ana tjetër ti po thua, unë kam shumë qef, më pëlqen shumë, por unë nuk dua të krijoj diçka këtu brenda nëse s'jemi të dy të sigurt. Dhe unë në këtë moment nuk jam i sigurt. Pra po thoni të njëjtën gjë, thjesht në kundërshtrimet tuaja. Për situatat e secilit, ti ke djalin, ajo ka familjen e gjëra të tjera që mund të ketë jashtë që nuk do që të ndikojnë te kjo gjëja. Pra ju të dy pëlqeni, ja keni shprehur njëri tjetrit, dhe të dy po thoni që nëse ne do bëjmë një hap tjetër, atëherë duhet jeti sigurt. Ndërkohë ajo thot, kjo flasë më bëbon fat. Ja. Do ndërpresim më njëri. Ndërkohë ajo po të thotë që Indri, unë e kuptoj këtë gjën që ti po bën, edhe po thua që kam ndjenja për ty edhe dua të qëndron, por mua si gocë që unë e kuptoj, çdo ditë që ne kalojmë duke u gricur, më ndikon. Dhe këtë gjën po thot, unë dua ta ndaj. Pra, ose do vazhdojmë të gricemi për të shkuar diku, jo ta bëjmë sot Po. që do shkojmë aty, më kupton? Po. Por o do gricemi për të shkuar diku, ose ti lëm fare gricje sepse mua kjo gjë po më ndikon. Edhe asaj emocionalisht. E kupton çfarë po them? E kuptoj 100%, edhe për këtë kena Nuk fol. është se ti po thu, unë e çon deri te burimi dhe s'tjep. Po këtë tha Ola se pat. Po e mundohem ta shpjegoj këtë gjë. Po ti po, pikërisht se tha Ola se pat dëshirë me. Po mundohem ta shpjegoj që të kuptohet që ju të dy po thoni të njëjtën gjë, e kuptova. Ju të dy po thoni të njëjtën gjë dhe të dy e keni qef njëri tjetrin, por kjo është situata. Tani Si më shokojnë mu këtë gjana, seriozisht çfarë. mos u shoko, vazhdo programin. Kjo më shkoj me fol me Vanesën. Është të tmerrshme më.